Veçantia e festës, ditës së shenjtë të Kurban Bajramit, është se ka bërë bashkë në Vlorë me qindra besimtar musliman, të cilët kanë marrë pjesë në ceremoninë organizuar nga Myftinia e Vlorës me rastin e kësaj dite, por edhe në faljen e shenjtë. Në sallën e Pallatit të Sportit nuk munguan në falje as besimtarë që nuk i përkasin besimit islam, të cilët janë bërë bashkë për të festuar këtë ditë të shenjtë, pavarësisht besimit të tyre. Besimtarët urojnë për Kurban Bajramin, për më tepër harmoni, sukses dhe begati për të gjithë kudo në botë. Të gjithë muslimanët kudo që janë në botës të agërojnë këtë festë, që është festa e paqes dhe gëzuar që të gjithë muslimanëve kudo që ndodhen në botë. Një urim të veçantë kam, do të thonë thjesht që të pushoj ajo luftat e vëllezërit tanë që janë atje që po vriten ditë për ditë. Të dashur vëllezër dhe motra, bashkëqytetarë të qytetit Vlorës, kam kënaqësinë t'ju uroj të gjithë juve gëzuar festën e Kurban Bajramit, simbolika e së cilës është bindja e individit ndaj urdhrit hyjnor. Prandaj në këtë ditë sotshme përkujtojmë sakrificën e profetit Ibrahim për të birin e tij Ismailin, njëkohësisht kjo është festë që simbolizon paqen nëpërmjet haxhilerëve në Mekën e Shenjtë. Ju uroj të gjithëve gëzuar, paqe, mirësi dhe begati në çdo familje vlonjane. Një mesazh për gjithë vëllezërit muslimanë dhe për gjithë popullin shqiptar, të kemi are, gëzime edhe iman në zemrat tona. Të jemi më besimtar se s'kemi qenë. E të ndihmojmë gjithë me ata që kanë nevojë. Për të kremtuar Kurban Bajramin, nuk munguan në Pallatin e Sportit as besimtar me komsi të huaj, të mbërritur në Vlorë kryesisht nga vendet muslimane, si India apo Egjipti e të tjerë. Ata tregojnë se kanë ardhur në Vlorë për të punuar e jetuar, duke festuar Kurban Bajramin për herë të parë në vendin tonë. Nuk harojnë të shpërndajnë mesazhin e tyre të urimit për të gjithë besimtarët. India, living this Anjari group, international RDO sport, Muslim. Good, good Anjari group. Anjari group. Egypt. يعني من 6 months Albania. Working, yes. Flora airport. Flora is very good. Very good. Yes. Albania, good. Egypt. From Egypt. Ayar and Flora. Flora, working for Flora. My friend. India. Albania is a good country. I like you, Albania. India. Albania good. Sakrifica, mbështetja, dashuria për njëri tjetrin, të transmetuara si mesazhe simbolike në festën e Kurban Bajramit, nuk duhet të ekzistojnë vetëm në këtë ditë të shenjtë, por duhet të jetë kjo ditë motiv që këto mesazhe t'i shpërndajmë çdo ditë, duke qenë krah njëri tjetrit në çdo rast, që bota të jetojë në paqe dhe shoqëria të bëhet më e mirë.